Hej të nderuar miqtë e mi, ja ku po kyçemi tani sërish së bashku për të gjithë ju të cilët jeni aktualisht të rinë në këtë faqen tonë dhe po kyçeni tani në platformën tonë digital YouTube dhe në emisionin më të ri do ta quaj virtualun, nga që nuk është televiziv, në këtë talk show me mua Tirona Lilin. Dua t'ju informoj që në epizodat e radhës, por njëkohësisht edhe në këtë epizod, keni mundësinë që ju të telefononi në WhatsApp dhe të jepni mendimin tuaj apo njëkohësisht të bashkë bisedojmë të gjithë së bashku për temat më të fundit dhe ngjarjet të cilat ne i trajtojmë. Për pos showbizit shqiptar, unë jam live me ju, do me thënë jam drejt për drejt në kanalin Monitor TV. Për pos showbizit shqiptar, kemi pasur ca deklarata, kemi pasur një temë të ngjeshur në fakt, për një tematik që po bëhet shumë virale dhe do ta them, po bëhet shumë infektuese në shoqërinë tonë. Homoseksualiteti, transgjinor dhe epitetet të ndryshme që fliten në për të gjitha mediat sociale. Dhe një nga aktivistet transgjinore, do me thënë pjesë të LGBT-s, Luana Myrto, është rikthyer fuqishëm në median shqiptare dhe akuzon njerëz të cilët kanë këto institucione, domethënë le ta quajmë një institucion këtë, kanë këto institucione, flasin për këto institucione dhe ngrejnë zërin sikur e kanë marrë me zorr, përfshirë edhe një gazetare që i përmendet emri, të cilën unë dua ta përshëndes publikisht, një kolegen time, zonjën Dalina Buzi, të cilës i përmendet emri që e ka përdorur Luanën, këtë djalin do me thënë sot të quajtur Luana, pasi që ka bërë këtë ndryshimin e organit, dhe ka dashur që të nxjerrë pa të drejtën e saj, ta nxjerrë në mënyrën më të keqe, le të themi, do me thënë Dalina, që ai më pas ka patur dhe probleme serioze me familjen. Tashi, unë nuk e vë në dyshim që ekzistojnë hormone që njerëzit me problemin e këtill t'i përdorin, t'i pinë dhe të kenë ndryshim në jetën e tyre. Ju mundeni edhe njëherë, ju potencoj mundeni të kyçeni nëpërmjet numrit telefonik, nëpërmjet WhatsAppit, ja ku e keni të shkruar, e keni këtu poshtë meje, me njëherë, ja këtu poshtë e keni, dhe kur ju të telefononi mundeni të jepni edhe mendimin tuaj rreth këtyre 3 temave që në fakt ne sonte diskutuam dhe vazhdojmë të diskutojmë. Për shembull, në një deklaratë të saj, Luana Myrto, që unë ju premtoj që do ta kem në një linjë telefonike, ajo thotë që sipas saj, përveç dhunës fizike, do me thënë që ajo ka marrë në këtë epitetin që ka si transgjinore, ajo është ndjerë e manipuluar dhe e pambrojtur nga institucionet dhe organizata që pretendonin ta ndihmonin. Tani, unë këtu dua të them se sa e vërtet mund të jetë Luana Myrto. Pasi që bazohemi tek Edona James. Edona James është një transgjinore, e cila hyri në shtëpinë e Big Brotherit dhe fitoi një popularitet shumë të madh. Publiku e dashuronin pafund, e duartrokisnin pafund, e mbështesnin pafund dhe dhe ju pëlqente në fakt kreativiteti që Edona James kishte. Kreativiteti që Edona James jetonte, kënaqeshte, përjetonte atë kënaqësinë të qenurit pjesë e shtëpisë së Big Brotherit. Do të thonë, shqiptarët nuk e paragjykuan. Për shembull, Visi thot, Amberi në një intervistë tha që këto hormone dhe operacione nuk ekzistojnë në Shqipëri. Okej, po do të thonë kanë mundësinë që të shkojnë të ndjekin jashtë shtetit këto hormone. Unë mendoj që është
një bindje personale që personi në fjalë nuk dëshiron të largohet nga kjo rruga dhe nga ky kapitulli që ka përzgjedhur në jetën e saj. Dhe unë nuk e paragjykoj. Është e drejta e saj të ndjehet transgjinore apo të ndjehet në këtë rrugë që është. Amberi e ka pranuar veten ashtu si është edhe foli hapur, por unë mendoj që këtu ka një sekret tjetër, sepse është një promovim i madh i kësaj gjëje, që nuk është e bukur në fakt për kulturën dhe për shoqërinë kundërdrejt fëmijëve tanë, sepse nuk është mirë që fëmijët rriten me këtë fenomenin, është një fenomen i papranueshëm.